Me ishte Zoti, do desha pa më bërkohë të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në letra e parë e Korinthasve, vëllezër, kapitulli 10. Të shohim me vëmendje, vëllezër, fjalën e Perëndisë, sepse është vërtet pasqyra, ku ne shohim veten, është vërtet ushqimi ynë që ne rritemi, vëllezër, aleluja, është forca jonë, e falenderojmë Perëndinën. Prandaj çdo gjë që Zoti na jep nëpërmjet fjalës të Perëndisë është i domosdoshëm dhe duhet të tregojmë kujdes të veçantë, vëllezër, aleluja, sepse sidomos në kohët ku jetojmë, fjala e Perëndisë është i vetmi ushqim që do të na forcojë, që do të na bëjë të mundur të rezistojmë, vëllezër, aleluja, duke ju bindur fjalës të Perëndisë, zërit të Zotit, e falenderojmë Perëndinën, sepse Zoti tha, nuk kam për t'ju braktisur, nuk kam për t'ju lënë vetë asnjëherë, dhe Zoti është ai që na udhëheq të gjithëve, që na shoqëron të gjithëve, vëllezër, dhe detyra jonë është nëpërmjet fjalës të Perëndisë të shohim ku ecim, të shohim si ecim me Zotin, vëllezër, aleluja, që çdo gjë të jetë e pëlqyer në sytë e Perëndisë, që vërtet të shohim fuqinë e Perëndisë në jetën tonë, dorën e Zotit në jetën tonë, veprën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, për shpëtimin e të gjithë njerëzve. Sepse, o vëllezër, unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë etrit tanë ishin në rrenë, dhe të gjithë shkuan në përdet, dhe të gjithë u pagëzuan për mojësinë në re dhe në det. Të gjithë engrën të njëjtin ushqim frymëror, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pinin prej shkembi frymëror që i ndiqte, dhe ky shkemb ishte Krishti. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, sepse ranë të vdekur në shkretëtir. Dhe këto u bënë si shembuj për ne, që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata. Dhe që të mos bëheni idhujtarë si disa nga ata, sikurse është shkruar, populli u ul të ajë dhe të pije dhe u ngrit për të luajtur. Dhe të mos kurvërojmë ashtu si kurvëruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000. Dhe të mos e tundojmë Krishtin ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarprintë. Dhe mos u ankoni ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatëruesi. Dhe të gjitha këto gjëra ju ndodhen atyre si shembull, dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë, për ne që jemi në mbarim të epokës. Prandaj, ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundoj për te i fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë dhe rrugdalje që ju të mund t'a përballoni. Amin. Apostolli Paul, vëllezër, i drejtohet kishës së Perëndisë, kishës në Korinth, por të gjithë atyre që kanë pranuar Jezus Krishtin. I drejtohet, vëllezër, aleluja, me një letër, dhe historikisht të gjitha letrat që apostulli Paul ju drejton, motra dhe vëllezër, kishave, i ka shkruar nga burgu. I ka shkruar në kushte të vështira, vëllezër, e falenderojmë Perëndinën. Dhe çfarë bënte apostulli Paul që nga kushtet e tij të vështira t'i shkruante popullit të zgjedhur të Perëndisë të jenë të gëzuar.
Është e vërtetë, motra dhe vëllezër, që në këtë botë do të keni mundim, thotë Zoti. Dhe vërtet, më shumë se sa kushdo tjetër, mundim kanë të krishterët. Sepse në këtë botë nuk ka drejtësi. Dhe ata që Zoti i ka thirrur e ndjejnë më shumë, motra dhe vëllezër, pa drejtësinë e kësaj bote. Dhe vërtet, të krishterët kalojnë vështirë. Por Zoti thotë, mos u trishtoni për këtë botë dhe në këtë botë. Sepse thotë, dhe apostulli Paul na mëson, i mjerit të mjerëve do të jem, thotë, nëse Krishtin do ta dua vetëm për këtë botë. Nuk kam kuptuar asnjë lloj gjëje, nuk kam kuptuar flijimin që bëri Perëndia, këtë vepër të madhe, motra dhe vëllezër, dashurie në kryq të Golgotës, kur unë mendoj që Krishti është për të më siguruar një jetë të kënaqshme në tokë. Dhe prandaj apostulli Paul, motra dhe vëllezër, na thotë, në këto kushte të vështira ku të gjithë e dinin, motra dhe vëllezër, kini gëzim në zemrat tuaja. Sepse gëzimi ynë nuk qëndron, motra dhe vëllezër, në gjërat që shihen. Gëzimi ynë qëndron, vëllezër, aleluja, në këtë vepër të Perëndisë që bëri për shpëtimin tonë. Erdha, tha Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të çlirohet nga mëkati, të shpëtohet. Ky është qëllimi i Perëndisë, motra dhe vëllezër, që njeriu ta shpëtoj nga vdekja, ta çliroj nga mëkati që e çon në vdekje. Ky është prioriteti, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe qëllimi i Perëndisë. Që çdo njeri që beson në të, thotë, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Për këtë, motra dhe vëllezër, aleluja, jemi thirrur që të çlirohemi nga mëkati dhe të kemi gëzim në jetën e përjetshme, vëllezër, që Zoti na i ka dhënë në ditën që ne e pranuam në jetën tonë si Zot. Mos u trishtoni dhe mos u shqetësoni, thotë Zoti, për gjërat këtu në tokë, për përndjekjet që do të keni, për fyerjet që do të keni, sepse këtë gjë bën edhe me mua. Dhe kur bën me Zotin, motra dhe vëllezër, njerëzit një gjë të tillë, a nuk do ta bëjnë me të gjithë ata që ndjekin Krishtin. Dhe fjala e Perëndisë na mëson që të gjithë ata që ndoqën Krishtin u përndoqën. Vuajtën, motra dhe vëllezër, aleluja. Por çdo gjë që bënin, e bënin me gëzim. Pse? Sepse gëzimi në ta qëndronte në jeta e përjetshme. Dhe këtë fuqi dhe këtë besim ata e morën kur panë Jezus Krishtin të ringjallur. Ata panë jetën e përjetshme, vëllezër, aleluja. Sa kohë ishin me Jezus Krishtin, ata nuk mund ta kuptonin jetën e përjetshme. Megjithëse fliste Jezus Krishti me ta. Ishin të trishtuar në kohën që Jezus Krishti u kryqëzua. Megjithëse Krishti ju kishte folur të tretën ditë do të ringjallet. Nuk mund ta imagjinonin dot, motra dhe vëllezër, aleluja. Por kur panë Jezus Krishtin të ringjallur mes tyre, ku ndejti me ta, motra dhe vëllezër, ku e preken ëndrrën bashkë me ta, ku thomai kur pa, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti ul në gjunjë, ra në gjunjë, thot, dhe tha, Zoti im, Perëndia im. Atëre, motra dhe vëllezër, aleluja, kuptoi që Jezus Krishti është Zot dhe Perëndi, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur pa jetën e përjetshme, vëllezër, dhe kur pa në jetën e përjetshme, e falenderoj Perëndinë, për ta nuk ishte me kuptim. Jeta në tokë. Jeta në tokë për ta ishte shpërndauni në të gjithë botën. Flisni për ungjillin, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë lajm të mirë
që çdo njeri që do të besojë, të mos u mbasë, por të shpëtohet. Ky është qëllimi i Perëndis, i thirrjes tonë. Ju thot Zoti tani jeni dritë. Jeni dritë vëllezër, e falenderojmë Perëndin sepse Perëndia banon në ne. Trupi ynë është tempulli ku banon fryma e Perëndis, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe thot kujdesuni për trupin, lavdi i Zotit. Sepse vëllezër, unë nuk dua që ju të mos e dini se etrit tanë ishin në renë dhe të gjithë shkuan në përdet. Të parë tanë, thot motra dhe vëllezër, aleluja, që ishin në Egjipt, thotë, që të gjithë dolën nga Egjipti, kaluan përmes detit me gjithë shka kishin. Dolën nga sklavëria e faraonit, u pakëzuan motra dhe vëllezër në përmjet kalimit në det, dhe në shkretë të tjera, reja ju qëndronte gjithmonë pranë. I shoqëronte në shkretë të tjera. Që do të thotë ishin gjithmonë duke parë fuqinë e Perëndisë, dorën e Zotit në jetën e tyre. Dhe të gjithë u pakëzuan për Mojsiun në re dhe në det. Dhe të gjithë e ngrën të njëjtin ushqim frymëror. Kur dolën motra dhe vëllezër nga Egjipti, ishin vërtet në shkretë të tjera, dhe sot bota motra dhe vëllezër është shkretë të tjera. Po ne shohim shumë gjëra në botë, vëllezër, aleluja. Vërtet shumë gjëra shohim, por asnjë gjë nuk është nga ajo që do të trashëgojë jetën e përjetshme. Prandaj për këtë krishterin kjo botë është shkretë të tjera. Sepse asnjë gjë të mirë nuk ka shpirtërore, motra dhe vëllezër, aleluja, nga gjithçka që ne shohim. Përveç se shturje, zhgënjim në gjithçka. Nuk ka dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ne jetojmë një gjë të tillë. Prandaj është shkretë të tillë, thot, dhe ata ngrën, thot, manën, ushqimin që zbriste nga qielli. Dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pinin prej shkembi frymëror që i ndiqte, dhe ky shkemb ishte Krishti. Që të gjithë, thot, pa përjashtim, pinin nga i njëjti, thot, motra dhe vëllezër, pije nga shkembi që ishte Krishti. Që do thot prania e Perëndisë në ta ishte e fuqishëm. Ushqeheshin, pinin motra dhe vëllezër, krejt ndryshe nga bota, nga Egjipti. Nuk ishin lidhje me Egjiptin, ishin shkëputur nga Egjipti. Ishin ndarë përfundimisht motra dhe vëllezër nga Egjipti. Por, thot, Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre, sepse ranë të vdekur në shkretë të tjera. Dhe këto që ndodhen atyre, motra dhe vëllezër, në shkretë të tjera, shkoni sa e bukur, u bënë si shembuj për ne, që ne të mos dëshirojmë gjëra të liga. Çfarë dëshironin ata, motra dhe vëllezër, aleluja? Kur dolën nga Egjipti, dolën me gëzim. U pakëzuan, motra dhe vëllezër, dhe të gjithë. Pinin nga i njëjti ushqim, motra dhe vëllezër, aleluja, frymëror. Por çfarë bënë? Cilat ishin gjëra të liga që ata kërkonin, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ram të vdekur në shkretë të tjera. Ky popull që kaloi nëpërmes detit, motra dhe vëllezër, aleluja, që Zoti ishte mes tyre, u bënë shembuj për ne, që në këto kohë që ne kalojmë, të mos kërkojmë dhe ne si ata, dhe të humbim. Mirë ishim në Egjipt, hanim në tenxherët tona, vetëm manë do të amë. Kjo është jeta jonë. Manë, fjalën e Perëndisë, do të shohim gjithmonë në jetën tonë. Nuk do të shohim në Egjipt, motra dhe vëllezër, atëre kur ishim sklevër ishim. Sklevër të mëkatit, motra dhe vëllezër, aleluja.
Dhe Zoti na nxorri dhe jemi në këtë shkretëtirë për të na çuar në tokën e premtuar. Kjo është rruga e të krishterit. Besimi në atë premtim që Perëndia i ka bërë popullit të vet. Nuk është kjo jeta e të krishterit këtu, motra dhe vëllezër. A dheu ynë thotë është qielli. Nuk jemi zgjedhur për këtu, motra dhe vëllezër, aleluja. Këtu jemi kalimtarë, njerëzit të shohin këtë ndryshim të madh në ne, ashtu si shihnin popullin e zgjedhur, motra dhe vëllezër, dhe të gjithëve ju kishte hyrë ndruajtja. Populli i Perëndisë po kalon, dridheshin, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse ishte populli i Zotit. Bëheshin fuqi mrekulli të mëdha, motra dhe vëllezër, midis popullit të Zotit. Por Perëndia nuk pëlqeu shumicën prej tyre dhe ranë të vdekur në shkretëtirë. Dhe këto u bën shembuj për ne, që të mos dëshirojmë gjëra të liga ashtu si dëshiruan ata. Zoti na flet me frymën e shenjtë, motra dhe vëllezër, që ndroni në mua. Unë po vi. Dhe kjo do të ndodhë, vëllezër, aleluja, sepse Zoti është besnik në fjalën e tij. Dhe do të ndodhë, motra dhe vëllezër, aleluja, që do ta marrë popullin e vet Zoti dhe do të jetojë përgjithmonë në praninë e Perëndisë për të përmbushur kjo vepër, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo vepër që u bë në kryq, që njeriu të ketë jetë të përjetshme, të mos humbasë. Por Zoti na thotë durim, vëllezër, edhe pak. Dhe Zoti po vjen. Të gjitha gjërat që ne shohim rreth nesh, motra dhe vëllezër, aleluja, tregojnë ardhjen e Zotit. Tregojnë kohën e ardhjes të Zotit, vëllezër, dhe ky është ngushëllimi ynë. Nëse ne do të kuptojmë vërtet që gjërat që ndodhin, kur ti shihni këto gjëra, ngrini kokën lart, thot Zoti, sepse ardhja e Zotit është afër. Për çfarë duhet, motra dhe vëllezër, aleluja, i krishteri sot, kur Zoti është afër, duhet të mendojë për çfarë? Si ta takoj Perëndinë? Zoti është afër, motra ime, vëlla im, aleluja. Je gati të takosh Zotin sot? Je gati e pret me padurim ardhjen e Zotit? Që ati ku është ai të jesh dhe ti? Që preokupimi yt të jetë të jem në rëmbimin e kishës, të jem në praninë e Zotit. Ky të jetë prioriteti i të krishterit dhe preokupimi i të krishterit, vëllezër. Asnjë gjë tjetër në këtë botë. Dhe të mos bëni idhujtarë, si disa nga ata, sikurse është shkruar, populli u ul të aje të pije dhe u ngrit për të lojtur. Po s'ka gjë tani, sepse kërcyem, motra, aleluja. Kush, motra dhe vëllezër, po kërcen? Ai njeri që ka frymën e Perëndisë brenda. Për çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja? Për çfarë po e bëj një gjë të tillë? Po lavdëroj emrin e Perëndisë? Sa të kujdesshëm, motra dhe vëllezër, duhet të jemi në jetën tonë si të krishterë, që të na bëj të veçantë, motra dhe vëllezër, nga bota, duke i vënë kufi, motra dhe vëllezër, aleluja, jetës së mëparshme dhe botës. Asnjë gjë të përbashkët, motra dhe vëllezër, nuk ka i krishteri me botën. Na nxorri Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, nga bota, jo me forcë, jo me detyrim, nëse dëshiron të më ndjekësh, thot Zoti, më ndiq. Kjo është rruga. Asnjë nuk detyroi Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Por fjala e Perëndisë na thotë, bitemi, keni kujdes, sepse shumë më thërresin Zot, Zot, thot, por pak janë ata që e gjejnë rrugën. Sepse rruga e Zotit, vëllezër, është sakrificë. E gjerë është rruga që e gjejnë të gjithë, vëllezër, aleluja. Dhe e zgjerojnë. E zgjerojnë duke thënë s'ka gjë. Edhe kjo s'ka gjë, edhe kjo, motra dhe vëllezër,
Tu thot, mos ja përmbushni dëshirat mishit, por rrituni në frymë, mbushuni gjithmonë me praninë e Perëndisë. Ky është vullneti i Zotit, vëllezër, aleluja. Prandaj është e ngushtë rruga, pak janë ata që e gjejnë. Sepse duhet flijim, motra dhe vëllezër, aleluja. Në këtë rrugë duhet flijim. Trupa tuaj, thotë, le të jenë në flijim i gjallë, motra dhe vëllezër, aleluja. Duke mos i plotësuar dëshirat mishit. Prandaj duhet, vëllezër, aleluja, që të marrim fuqi, të mbushur plot në frymë, prandaj Zoti na dha frymën e shenjtë, që fryma e shenjtë të drejtojë jetën tonë. Të ketë fuqi, motra dhe vëllezër, aleluja, të drejtojë gjithçka në jetën tonë, fryma e Perëndisë. Mos e trishtoni frymën, që është në ju, me gjërat që ti dëshiron, me gjërat që ti kërkon, motra dhe vëllezër, aleluja. Kini kujdes në ato që kërkoni, sepse shpeshherë në lutjet tuaja, thot Zoti, ju kërkoni gjëra që nuk janë të pëlqyera në sytë e Perëndisë. Bëjmë një listë dhe ja shpihem Zotit, motra dhe vëllezër, këto dua unë të bimesh. Dhe nuk lëmë frymën, motra dhe vëllezër, të lutet për ne, me ngashërim për gjërat që do të na shpihen në qiell për të fituar jetën e përjetshme, vëllezër. Dhe të mos bëheni idhujtarë si disa nga ata, si kurse është shkruar populli ul të hajë të pi dhe u ngrit për të luajtur, dhe të mos kurvurojnë ashtu siç kurvuruan disa nga ata dhe ranë të vdekur në një ditë 23.000. Po Zoti është dashuri, vëlla. Si mundet populli i tij të bjerë në këtë gjendje, në këtë situatë? Populli vërtet, motra dhe vëllezër, është dashuri për të gjithë ata që e duan Perëndin. Është, motra dhe vëllezër, aleluja, dashuri. Por duke qëndruar në këtë marrëdhënie me Perëndin, Zoti kur nuk ka për të braktisur. Prandaj është kaq shumë, motra dhe vëllezër, e rëndësishme t'i kushtoj rëndësi jetës time si po eci në marrëdhënie me Perëndin. Dhe vetmja që më tregon si unë po eci në marrëdhënie me Perëndin është fjala e Perëndisë. Aty korrigjoj, shikoj veten si po ec, e shikoj veten dhe i them, Zot, nuk jam aty ku dëshiron ti. Më jep forcë, Zot, në këtë marrëdhënie që unë kam me Perëndin, vëllezër, aleluja. Marrëdhënia me Perëndin, vëllezër, nuk është një moment kur unë shkoj të lutem. Marrëdhënia me Perëndin është gjithkohën time, unë jam në marrëdhënie me Perëndin. Duke kontrolluar veten gjithmonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është thjesht vajta në lutje, vëllezër, aleluja, kjo është vetëm marrëdhënia ime me Perëndin, dhe kur dal nga lutja, vazhdoj të shikoj gjërat që më pëlqejnë. Jo. Në çdo moment, motra dhe vëllezër, unë jam në marrëdhënie me Perëndin. Në frymën e Perëndisë, i udhëhequr nga fryma e Perëndisë, i kontrolluar nga fryma e Perëndisë për çdo veprim që unë bëj. Nëse fryma e Perëndisë është në ne, motra dhe vëllezër, aleluja, sjell rezultat. Ka fryt në jetën tonë. Kam frymën e Perëndisë, po motra ime, vëlla im, lavdi Perëndisë. Kjo të është dhënë për të sjellë fryt. I mbushur plot me dashuri është ai që ka frymën e Zotit. I mbushur plot me durim, motra dhe vëllezër. I mbushur plot me gëzim. Këto janë fryti i frymës. Dhe mos u ankoni, ashtu si u ankuan disa nga ata dhe u vranë nga shkatëruesi. Mos u ankoni, thot motra dhe vëllezër, aleluja, për situatën në të cilën ti je. Si të mos ankohemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti ka një plan të mirë. Nëse Zoti e lejon këtë rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tënde, time, mos u anko për situatën që je. Fjala e Perëndisë, por lavdëroje Perëndin. Prandaj thot,
janë shkruar të gjitha për ne, që të jenë shembull për ne. Kush u ankua, motra dhe vëllezër, aleluja, nga të gjithë apostujt, nga të gjithë ata që Zoti i zgjodhi dhe e ndoqën, dhe e dini, mënyra nga më të ndryshme ti i solli Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Njeri ti shkoi në punë dhe i tha, më ndiq. La punën, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe e ndoqi Jezu Krishti. Një tjetri, motra dhe vëllezër, ishte karakter tjetër Pietri. Bëri mbrekulli të shilte, pastaj tha Zotë, unë jam mëkatar. Me mbrekulli, idhi rjetat, i tha. Jo s'mund të ndodhë, tha, idhi rjetat. Dhe kur i odhi, motra dhe vëllezër, pa fuqinë e Perëndisë. Kush është Jezus Krishti? Dhe ndoqi. Dhe në jetën tonë, Zoti, motra dhe vëllezër, edhi me mënyra nga më të ndryshme. Na thiri në një rrugë që nuk ka të bëjë me jetën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por na thiri në një rrugë që ka të bëjë me shpëtimin. Me shpëtimin, motra dhe vëllezër, dhe fitoren e jetës së përjetshme. Për këtë jemi thirrur, vëllezër, ta kuptojmë mirë. Jemi thirrur dhe Zoti na ka dhënë jetën e përjetshme. Ky është besimi ynë. Asnjë gjë tjetër nuk do të më ndaje nga kjo dashuri që më dha Zoti, motra dhe vëllezër. Dhe këtë dashuri e pash në kryq të Golgotës, ku Zoti tha, fali sepse nuk dinë ç'bëjnë, dhe na fali Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse do të qëndrojmë në të, do të shohim lavdinë e Perëndisë. Nuk do t'ju lë vetëm, do të vi t'ju marr që atje ku jam unë të jeni edhe ju, tha Zoti. Ky është premtim i Perëndisë, vëllezër, aleluja. Për këtë jemi thirrur. Luma i njeri, motra dhe vëllezër, që e kupton thirrjen e Perëndisë. Dhe të gjitha këto gjëra u ndodhen atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë, për ne që jemi në mbarim të epokës. Të gjitha këto janë shkruar, ju kanë ndodhur atyre dhe janë shkruar që kur t'i lexojmë ne, të shohim, motra dhe vëllezër, si të qëndrojmë. Si të ecim, cili është qëllimi i Perëndisë, për çfarë jam këtu, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe ne që jemi në mbarim të epokës tot, që do të mbarojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, një ditë. Prandaj, ai që mendon se qëndron, më këmbër, le të shohë mos bjerë. Le ta kontrolloj veten, motra dhe vëllezër, aleluja. Ai që mendon se qëndron, ku do të shikojmë qëndrimin ton, qëndresën ton, në fjalën e Perëndisë. Si jam me fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ajo është pasqyra ku unë shoh veten. Si unë eci i pëlqyer në sytë e Perëndisë apo jo? Dhe thot, asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimi njerëzor. Asnjë tundim, thot motra, aleluja, nuk na ka gjetur ne. Veç se dëshirat e zemrës tonë. Këto janë vështirësi që ne kalojmë. Prandaj sa të rëndësishme janë, motra dhe vëllezër, aleluja, gjërat që Perëndia na flet. Që ne t'i bindemi, që ne t'i besojmë, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. Sepse nuk është një tundim, thot më poshtë, motra dhe vëllezër, që Zoti do të na jap një rëndesë kaq të madhe sa nuk mund ta mbajmë dot. Çdo njeri do të kalojë nëpërmjet kësaj rruge. Çdo njeri do të ketë rëndesa të tilla. Por të gjitha që i lejon Zoti, i lejon për të parë dashurimin që unë kam për te, sepse më ka thirrur personalisht Zoti mua, motra dhe vëllezër, aleluja. Në ka thirrur personalisht Zoti, dhe në çdo provë që ti kalon, je i denjë, ta adhurosh Perëndinë, ke lënë çdo gjë në emër të Zotit. Ai që ka lënë gjithçka, thotë, për emrin tim, motra dhe vëllezër, aleluja, është i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Do të ketë 100 fish. Ai që ka lënë çdo gjë, të gjithë ata që u thirrën nga Perëndia. Dhe ishin gati të linin jetën e tyre, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse e dini që do ta fitoni prapë. Ky quhet besim.
Ata besonin sepse e panë Jezus Krishtin të ringjallur, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ishin gati të jepnin jetën e tyre. Këtë thirrje të madhe hyjnore që Perëndia na bëri të gjithëve, këtë ftesë të madhe që Zoti na bëri të gjithëve, me se do ta shkëmbejmë, motra dhe vëllezër? Me një pjatë gjellë, me një supë, thotë motra dhe vëllezër, ashtu si Esau. Ç'më duhet? Shko si jam ka ta ndisur unë. Unë jam i lodhur, ç'më duhet parbirnia, tha Esau. Ma jep mua, tha Jakub. Unë di, ta çmoj atë parbirnin tënde. Dhe Zoti na thotë, keni kujdes, se mos kurorën tuaj e merr dikush tjetër. Është privilegj, motra dhe vëllezër, aleluja, ti jesh sot duke adhuruar Perëndin. Qëndro në këtë thirrje të Perëndis. Mos u dekurajo, motra dhe vëllezër, aleluja, nga çdo lloj situate që ti të ndodh. Sepse shumë më e madhe është ajo që ne presim. Shumë më e madhe, motra dhe vëllezër, është ajo premtimi i madh i Perëndis për ne. Prandaj, nuk do ta shkëmbeja, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë ftesë të Perëndis me asnjë lloj gjëje. Po, mora grua, nuk mund të vi dot në tasë. Të zgjedhurit. Gjitha punën, dhe tani nuk kam kohë me të vi në tasën tënde. Dhe u trishtua shumë, thotë motra, aleluja, Zoti. Sepse nuk ishin kuptuar që janë thirrur për këtë ditë. Ja njerë do të ndodhë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nuk ka më vlerë pendimi, nuk kanë më vlerë lotët e tu, nuk kanë më vlerë të thirrurat e tu, kur kjo derë do të mbyllet. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja. Për këtë orë duhet të jemi zgjuar dhe të jemi gati që mos na zerrën në befasi, të mos na zerrën në gjumë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por të adhurojmë Perëndin të gjithë së bashku. Amin. Amin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.